Zyrtari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Artan Demhasaj, ka treguar se cilës parti opozitare i takon posti i kryeministrit nëse vetëvendosje dështon të formojë qeverinë e re. Ai ka bërë me dije se ky post i takon PDK-s. Në një prononcim për media, Demhasaj ka thënë se partitë e tjera nuk duhet të vendosin kushte për këtë çështje. Edhe në bazë të kushtetutës, nëse partia e parë dështon me kriju qeverinë, posti i kryeministrit i takon partisë së dytë dhe mendoj se nuk duhet asnjë parti opozitare me ngul këmbë për pozitën e kryeministrit për të bërë një koalicion opozitar. Nëse e shohim situatën e Kosovës, nuk duhet të vendosen kushte për me marrë pozitën e kryeministrit, por duhet me punu pa kusht, me arrit një koalicion, me kriju një shumicë parlamentare dhe me formu qeverinë dhe më pas me vazhdu Kosova rrugëtimin e saj euroatlantik, ka thënë Demhasaj. Ai më tej ka vlerësuar se AAK-ja nuk bashkëpunon për këtë çështje me partinë e Albin Kurtit. AAK është e bindur në qëndrimin e saj që në asnjë rrethan nuk hyn në koalicion dhe bashkëpunim me vetëvendosjen, por Aleanca punon çdo ditë me u arrit një koalicion i partive opozitare dhe me formu qeverinë opozita, ka thënë më tej Demhasaj.